Maskitos. Një nga karakteristikat e komunës së Maskitos është përdorimi i gjuhës shqipe që dominon në të folurën e përditshme, në thënie, në fjalë të urta dhe vjersha, një tipar dallues edhe në fëmijët e vegjël. Kujtimi i ardhes së popujve shqiptar në territorin e Maskitos, rreth shekullit të 15, bizotëron në traditat dhe në disa ngjarje kyçe të vendit, siç ndodh me rastin e Retnes, një rishfaqje historike e përplasjeve midis grupet etnike që themeluan Maskiton, grekët koronean dhe shqiptaro-shkodrana. Gjergj Kastriot Skënderbeu është një emër i përsëritur në sheshe dhe monumente të Maskitos, si për shembull një nga shatërvanët kryesor të qytetit. Në epokën romake ishte një kështjell ushtarake, më pas e shkatëruar nga tërmeti. Fshati u themelua në 1467 nën Ferdinandin e Aragonit, i cili mori mbështetjen e heroit kombëtar shqiptar Gjergj Kastriot Skënderbeu, i cili dërgoi trupa për të luftuar anxhuinët dhe të cilit ju dedikua monumenti madhështor me gur të bardhë i ndërtuar në 1879. Ndër rrugicat e ngushta dhe tërheqëse të Maskitos, mund të zbuloni qoshet më emocionuese të qytetit arbëresh, në të cilin ndërtesat historike dhe shatërvanët janë një trashëgimi me interes historik dhe artistik. Trashëgimia artistike fetare e Maskitos. Kishat e Maskitos kanë arkitekturë të veçantë, që lidhen me valët migratore të shqiptarëve dhe ruajnë vepra artistike të rëndësishme. Kisha Karoseno, e ndërtuar nga grekët shqiptar të Koronës, ruan një afresk shumë të vlefshëm të Shën Maris me fëmijën Jezus, 1558, i cili doli në dritë gjatë punimeve restauruese të kishës në vitin 1930. Kisha Mëme Sant Elias, shenjtori mbrojtës i Maskitos, është ndërtuar në vitin 1698 nga shqiptarët dhe përmban 2 piktura vaj të shekullit të 16 si dhe pikturën e Shën Maris me 7 pëlhura, e adhuruar nga popullata sepse konsiderohej si mrekulli. Kisha është zbukuruar gjithashtu me dekorime dhe piktura nga Domenico Pennino, dhe 2 piktura të mëdha që i atribuohen Giovanni Battista, Caracciolo të Napolit, 1570-1637. E denjë për një vizit është Kisha e Purgatorit ose e Madonna del Rosario, e cila ruan një pikturë të Mërisë së Konstantinopojës që rrjedh nga kapelja me të njëjtin emër e cila u rënua. Data e ndërtimit të kishës kushtuar vigjëreshës më të shenjtë së Pompeit është e panjohur, por sipas disa burimeve jo të konfirmuar mundet të datojë që në vitet e para të themelimit të Maskitos. Shijet e Maskitos. Në Maskito nuk mund të qëndroni indiferent ndaj aromës së produkteve të pjekura, nga buka e shkëlqyer, tek taralli dhe biskotat e përgatitura, sipas një metode tradicionale të përpunimit të transmetuar nga brezi në brez. Origjinale dhe të shijshme janë pjatat tipike të kulturës shqiptare si tumaz madruda, jufka me thërime buke dhe ara, të përgatitura posaçërisht ditën e palmave dhe më pas laganella me qumësht, sheqer dhe kanellë dhe gjithashtu ristel, culu galluc të mbushura, makarona me fom tipike të mbushura me të brendeshme dhe mish gjeli, thërime buke dhe sheqer, e përgatitur në ditën e Santa Elia, festës patronale. Cauciungil, cula ricotta, ravioli me gjiz, janë gjithashtu të shkëlqyera. Nuk duhet humbur edhe pjatat e dyta, si senapiello, perime të skuqura me skumbri, të përgatitura në prag të krishtlindjeve dhe kmigl, kërmit me salcë domate dhe rigon. Ëmbëlsirat e shijshme si jastëk me reçel dhe gështenja dhe ëmbëlsira pudingi zi. Vera ekselente në Maskito është Aglianico del Vulture Doc.